Në zbatimin e ligjit numër 86 fraksion 2025 dhe të udhëzimit të Ministrisë së Financave, kanë hyrë në fuqi lehtësitë për fshirjen ose shuarjen e detyrimeve të taksave dhe tarifave vendore. Drejtori i të ardhurave në Bashkinë e Shkodrës, Ardit Behari, thotë se të gjitha detyrimet e krijuara deri me 31 dhjetor 2014 fshihen automatikisht dhe nuk kërkojnë pagesë apo aplikim nga ana taksapaguesve. Për detyrimet që i përkasin periudhës 2015-2019, parashikohet falje plotë e xhobave dhe kamatvonesave, derisa principali mund të shlyhet sipas dy alternativave, me pagesën 50% principali deri me 30 qershor 2026 ose 75% deri me 31 dhjetor 2026. Bashkia e Shkodër ka publikuar listat e subjekteve përfituese dhe tatipaguesve individ përfitues. Është e vërtetë që ka pasur një interesim nga subjektet dhe tatipaguesit individ, por jo ashtu siç e kemi pritur ne. Me datë 14 maj të vitit 2026 ka dalë edhe udhëzimi, i cili na udhëzon për fshirjen automatike të detyrimeve deri në vitin 2014, ku përfitojnë rreth 1035 biznese dhe shuma që përfitohet është rreth 130 milion lekë. Gjithashtu përfitojnë edhe 4772 tatipagues individ me një vlerë 73 milion lekë. Për dy fashat e tjera, që është fasha 2015, 2019 dhe 2020-2024, atë është falja me kusht. Pra, tatipaguesi duhet të paguajë një pjesë të detyrimit për të bërë falje tjetër. Qytetarët dhe bizneset që përfitojnë nga fshirja ose shuarja e detyrimeve janë të ftuar të paraqiten pranë sporteleve të Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore për të përfunduar procedurat. Informacione më të detajuara apo asistencë ata mund të marrin përmes adresës elektronike taksat@bashkiashkodër.gov.al ose pranë Drejtorisë së të ardhurave në Bashkinë e Shkodrës.